Në kundërshtim me çdo parim, u dhan 100 euro për pensionist në kulmin e fushatës elektorale. Në kundërshtim me çdo parim, me parat tuaja, u organizuan 4530 aktivitete në fushatë elektorale para saj. Vetëm për ndikur votën e qytetarëve. Në kundërshtim me çdo parim, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve, u falen 2 miliard euro gjoba dhe kamata. Në kundërshtim me çdo parim, 2 javë para zgjedhjeve, u dekretuan 29.000 hektar kanabis nga 200 që parashikonte ligji. Pse u ndala në këtë? U ndala në këtë se një njerëz politik. Vetëm për të vërtetuar faktin se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Me Edi Ramën ka fars. Por, dhe vërteta është sa i zhvilloi fars në 23-shin. E vërteta është sa i zhvilloi fars në 2021-shin. E vërteta është se zhvilloi fars në 2017-ën, 2019-ën. Ky është armik i votës. Ky s'pajtohet kur me vullnetin tuaj dhe votën tuaj.